Mbrëmë jetë shef, jam një djalë nga Panus në qytetin e Durrësit, për momentin jetoj në Greqi, në Athinë. Unë kam pas një lidhje rreth 1 vjeçare me një vajzë nga Durrësi. Para 3 muajsh kemi bërë fejes, edhe ajo ka ardhur tu ke unë ishim në Shqipëri të dy, ka ardhur ke unë jetonim në Santorini të dy. Kemi pas keq kuptime gjatë kohës të fundit. Në fillim ishim mirë, kemi pas keq kuptime gjatë kohës të fundit. Më akuzonte gjatë gjithë kohës që punoja rreth 12 orë në ditë, më akuzonte që unë dal me femra tjera, merrem me femra tjera. Dhe si përfundim, unë dam. Unë e largova vajzën, sa nuk mundesha dot më. Ajo iku në Shqipëri, edhe tani unë atë ditë që jam nda me vajzën, kam pas një debat edhe me kushërirën e vajzës. Edhe kur vajza ka ikë në Shqipëri, aty është hapur një Instagram me fotot e saj, ku ka fjalë ofenduese ke fotot e saj. Edhe tani vajza mua më ka bërë denoncim. Më ka bërë denoncim ke krimi kibernetik. Atë Instagram nuk e kam hap unë, atë Instagram e ka hap kushërinë e vet, bashkë me këtë për të më bërë mua dom, për arsye se unë kërkova ndarje nga vajza. Tani denoncimin ata ma kanë bërë ke krimi kibernetik. Ka shkuar mamaja ime sot ke drejtoria e policisë Durrësit për të bërë një denoncim, sepse unë kam pas kërcënime si nga familja e saj, si nga kushërinjtë e saj. Kam pas shumë kërcënime të mëdha. Policia e Durrësit nuk më pranon denoncim, ka shkuar mamaja ime sot ke drejtoria, nuk më pranon denoncim. Prandaj mora guximin që të dal të bëj këtë video. Dua që ta postoni këtë video, ju lutem, sepse jam i pafajshëm, nuk e kam hapur në atë Instagram e kanë hap të tjerë për të më bërë dëm mua. Dua që t'i japi zgjidhje ose policia ose ju lutem jeta u shef. Mamaja ime sot ka shkuar, ka bërë denoncim dhe nuk është pranuar denoncimi. I kanë thënë që denoncimi nuk pranohet. Ju lutem më jepni një zgjidhje.